Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Çafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Nëntori ne shqiptarët në përgjithësi e quajmë si muajin e fesave, por në fakt unë do thosha që është më shumë muaj i historisë. Janë disa data shumë të rëndësishme për historinë e kombit shqiptar që kanë ndodhur në nëntor dhe ne i përkujtojmë. Sigurisht ajo më e rëndësishmja fare fillon në 22 nëntor të vitit 1905 me alfabetin e manastirit, pra përfundimin e kongresit të famshëm të unifikimit të alfabetit shqiptar. Ne kishim një alfabet kur nuk kishim shtet, pra kur nuk ekzistonte Shqipëria. Dhe si për ta, po them, konfirmuar këtë datë përsëri në nëntor, më 28 nëntor të vitit 1912, u themelua shteti shqiptar, u shpall pavarësia nga Ismail Qemali dhe 40 firmtarë të pavarësisë dhe 82 delegat në Kuvendin e Vlorës, duke e bërë këtë datë, pra 28 nëntorin, datën më të rëndësishme në historinë e shtetit dhe të kombit shqiptar. Në këtë datë, në fakt, kujtohet edhe 28 nëntori viti 1443, kur Gjeq Kasios Skënderbeu mbërriti në Kruj dhe për të parë ngriti të lirë flamurin me dy krena, flamurin e kuq me shqiponjën me dy krena, dhe që nga i moment ai do të shënonte dhe do të niste epopen më të lavdishme në historinë e kombit shqiptar, duke u bërë diga dhe barriera e hordhive turke në Shqipëri, por edhe për Evropën mbar, për perëndimin. Vim më pas, më 29 nëntor të vitit 1944, është data, ndonse ka një lloj diskutimi, e përfundimit të luftës dytë botërore në Shqipëri. Dhe që nga ky moment, nëntori, pra, është një muaj fesash, por më shumë një muaj i datave historike. Por në historinë 112 vjeçare të shtetit shqiptar, ka shumë dilema, ka shumë pikpyetje, ka shumë diskutime, ka shumë polemika. Cilat janë ato? Unë po i rendis disa. E para po e nis nga shpallja e pavarësisë. Kush e zhduku, si u zhduk proklamata e pavarësisë ajo origjinale dhe a kemi shanse që ne një ditë ta kemi këtë proklamat? Vim më pas, është shumë me pikpyetje e shoqëruar vdekja e Ismail Qemalit, themeluesit të shtetit shqiptar, kryeministi i parë i shtetit shqiptar, në vitin 1919, në janar të vitit 1919, në një hotel në Perugia të Italisë. Një vdekje që u shoqërua me pikpyetje, po pak është folur për të. Si u helmua, si vdiq Ismail Qemali dhe kush e helmoi? Helmuan italianët, të cilët e penguan për të shkuar në konferencën e paqes, apo kishte një bashkëpunim edhe me shqiptar, apo të dy bashk? Kaloj më tej me pikpyetje të mëdha me atë që unë kam shumë dëshirë ta them, është marrëveshja e kryeministit italian dhe atij grek, Titoni Venizelos, marrëveshja më e turpshme, më e ndyrë, më falni që përdor këtë fjalë, po ishte ajo që do zhbënte shtetin e themeluar nga Ismail Qemali. Pra, në prag të konferencës së paqes në Paris 1919, në tavolinën ku fuqitë e mëdha shuanin kombe dhe themelonin shtete vetëm me një firmë, kishin përgatitur, kishin projekt për të shuar shtetin shqiptar. Dhe ai ndajën në jug merrte Greqia, në veri Serbia dhe Italia, për fatin tonë të keq, merrte pjesën e Vlorës, një pjesë të Fierit, i qytetit Sazanit, pra atë pjesën e bukur të Bredetit, rivierën e gjithë zonës së Vlorës. Fal presidentit Wilson dhe kondicioneve të tjera, kjo marrëveshje u bë nul. Si ka mundësi, gjithmonë e kam bërë pyetje vetë, si ka mundësi kjo marrëveshje përmendet pak, nuk kanë qef italianët fare ta përmendin në historinë e tyre, nuk e fusin fare si pjesë të studimeve apo dhe të gabimeve të rënda që ka bërë shteti italian. Kaloj më tej. Ai që u quajt Revolucioni Demokratiko Borgjezi qershor, që në fakt nuk ishte i tillë, u shoqërua me hipje në front si kryeministër të një prej personaliteteve më të dritura të Shqipërisë, Fanoli, një harvardian që ambasadori amerikan, ministri amerikan në Tiranë thoshte e flet anglisht harvardian më të mirë se sa timen. Por pyetja dhe dilema pikpyetje është, si ka mundësi që ky i diplomuar në Harvard, 1, nuk bëri zgjedhje parlamentare, 2, nuk zbatoi dhe nuk kreu reformën agrare. Mbajtet fjalimin e famshëm në lidhjen e kombeve,
që u bë lajmi i parë edhe në gazetat më të mëdha të botës. Por kur erdhi këtu, gjithçka kishte rënë. Kalojmë tej. Ajo që është quajtur një veprim juridik as pak i mbështetur, pra Ahmet Zogu u shpall mbret, si ka mundësi u njoh nga fuqitë e mëdha dhe përmendet pak edhe në historinë tonë, sepse kritikuesit e atij akti, atij vendimi, thonë që Zogu ishte mbret, u shpall mbret pa të drejtë. Okej, po si e mbështetën në fuqitë e mëdha, si e mbështetën dhe e njohën si mbret. Si ka mundësi që presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Franklin Delano Roosevelt, i ka bërë një ftesë mbretit Zog për të vizituar shtëpinë e bardhë dhe ai nuk shkoi atje, në fillim i tha po, janë këto dilema. Vim në luftën e dytë botërore, a duhet jemi ne krenarë në shqiptarët, apo kemi bërë edhe turpe gjatë luftës dytë botërore për atë që bën brezi gjyshëve tanë, edhe kjo është një dilemë. A ishte një luftë civile apo një luftë e rezistencës? Sigurisht që kjo, për mendimin tim, ishte përzierë, por kjo do një qartësi. Përse ka një dilemë tjetër? Përse fillimi i luftës dytë botërore në të gjitha studimet historike të autorëve evropian nuk shënoi 7 prill 1939, pra kur Italia pushtoi Shqipërinë, por e kanë ngritur, e kanë shtyrë në pushtimet e Çekisë, Polonisë, edhe nuk ka se Shqipërinë e përfillin, apo dhe atë që ndodhi në fund të luftës dytë botërore, a duhet ta quajmë ne që britanikët na braktisën? Unë nuk e harroj kurrë atë që ka thënë në 25 vjetorin e marrëdhënieve Shqipëri-Amerikë, ish shefi ambasadës i ngarkuar me punë Christopher Hill, kur tha, kur po pastroja oborrin e ambasadës amerikane në Tiranë, një burr i kaluar në moshë mua ofrua dhe më tha, më falni, çfarë jeni ju këtu? Unë i thash, jam i dërguari i Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kam një lutje, tha, mos ta braktisi siç na bët në 44. Më ka thënë, tha, fjalët më të mençura që kam dëgjuar nga goja e një shqiptari. Vi më pas, ato 46 vjet që ne sot i shajmë, i mallkojmë, me të drejtë, pa të drejtë, si ka mundësi që ata Enver Hoxha, atë diktatorin e madh, nuk u tentua njëherë që të eliminoj nga ata që ishin kundërshtar? A ishin fajtorë të djathtët që Enver Hoxha instaloi regjimin komunist nga më të egrit në Evropë? Dhe vim në vitin 1990, unë nuk po merrem me atë që quhet rrëzimi i komunizmit dhe disa e quajnë revolucioni i bive ndaj etërve. Por një pyetje për mua është edhe dilemë. Si ka mundësi që ajo që u vu në parlamentin serb, $20 milion për destabilizimin e Shqipërisë, u përkthye në Shqipëri me shkatërimin e fabrikave, uzinave, madje edhe të furrave të bukës në fshat, dhe as u mor njeri, bile edhe në studimet e historianëve nuk e përfshin këtë element kaq të rëndësishëm? Unë bëra shumë pyetje, po do thoni ju, kush do t'ja përgjigje këtyre pyetjeve? Unë kam zgjedhur një, është miku im personal, por më shumë unë e çmoj si një studius, si një historian modern për gjithë atë që ai ka bërë, të paktën në dekadën e fundit, prej 10 vitesh. Ai është një nga historianët më interesant, më të mirë që ka Shqipëria, për një arsye që ka sjell për publikun, por edhe për shkencën e historisë, e historiografisë shqiptare, dokumente, fakte, foto, video të reja që ne kemi dëgjuar dhe parë për herë të parë. Dhe mbi bazën e tyre, dhe jo vetëm mbi bazën e tyre, janë zhvilluar shumë polemika. Një polemist që është e rrallë në lëmin, po themi, të historianëve. Kam kënaqësi të kem Maranglen Kasmin. Faleminderit që je pjesë e misionit Dekalog. Faleminderit për ftesën. Unë bëra një hyrje për ato dilemat, po që do të rrim javën e këtu. Jo, ajo që unë bëra nuk do të thotë që të rrim një javë, do ta thjeshtojmë, sepse unë për këtë të çmoj Maranglen Kasmi, që je historian modern, kur vët fjalë modern, nuk e kam që ti fletë dhe së dëgjon njeri dhe së të kupton njeri, dhe unë them, shiko, ma thuaj çik më thjesht që ta dëgjojnë ata që punon ndjekin. Po ti këtu e ke meritin që thua thjesht. Po për gjithë ata që nuk të njohin, nuk kam përgatitur një insert 10 fakte për Maranglen Kasmin. Ta ndjekim dhe fillojmë bisedën në studio. Dhjetë fakte për Maranglen Kasmin.
1. Maren Glen Kasmi është një nga historianët më të njohur dhe më serioz në Shqipëri në dekadën e fundit. Ai është edhe një nga figurat publike më interesante, studimet e të cilit janë bërë referenca dhe kanë shkaktuar polemika. 2. Maren Glen Kasmi aktualisht është kërkues shkencor në Institutin e Historisë në Akademinë e Shkencave. Pedagog i jashtëm në Universitetin e Tiranës, në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë dhe Fakultetin e Shkencave Sociale, si dhe pedagog i jashtëm në Kolegjin Universitar Luarasi. 3. Maren Glen Kasmi mban gradë shkencore profesor i asociuar doktor në histori, marrë në Universitetin e Tiranës. Në vitin 2008, ai mori gradën Magister Artium në Universitetin Helmut Schmid Hamburg në Gjermani. Në vitin 2013, mori gradën doktor i shkencave në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes, mbrojtur në Akademinë e Forcave të Armatosura Tiranë. 4. Maren Glen Kasmi është bashkautor i 2 teksteve mësimore. Historia e shqiptarëve 12 për ciklin e mesëm dhe Historia e shqiptarëve 9 për ciklin 9 vjeçar. 5. Maren Glen Kasmi është autor i 5 librave. Pushtimi Gjerman i Shqipërisë 1943-1944, një këndvështrim në dritën e dokumenteve gjerman, marrëdhëniet shqiptaro-gjermane në shekullin e 20, Qemal Stafa, përgatitur me rastin e 80 vjetorit të rënies, 50 vjet Akademi e Shkencave Shqipërisë, Wilhelm Witt dhe Shqipëria mars-shtator 1914. 6. Maren Glen Kasmi është bashkautor i 6 librave, Teori të luftës dhe strategjisë, 55 vjet Akademi e Forcave të Armatosura, 10 maj 1958, 10 maj 2013. Historia e shqiptarëve gjatë shekullit 20, vëllimi i parë. Historia e sindikalizimit shqiptar 1905-1961. Historia e ushtrisë shqiptare 1912-1939. Veçori të luftës antifashiste në krahinën e Skraparit. 7. Maren Glen Kasmi, nga viti 2016 deri në 2022, ka qenë antar i Autoritetit për Informim mbi dokumentet e ish sigurimit të shtetit, i zgjedhur nga Kuvendi i Shqipërisë, mandat 5 vjeçar. 8. Maren Glen Kasmi është autor i disa studimeve dhe artikujve shkencore të publikuar në revistat shkencore në Austri dhe Gjermani. 9. Maren Glen Kasmi është autor i 10 studimeve në histori, spikasim ato për luftën e dytë botërore, të cilat kanë sjellë fakte, të dhëna, foto, video që janë publikuar për të parë dhe që kanë ndryshuar konkluzionet për atë që ka ndodhur në Shqipëri nga 1939 deri në 1945. 10. Maren Glen Kasmi është nga të rrallës studiues dhe historian shqiptar që ka kryer kërkime shkencore në arkiva në Berlin, Freiburg, Bundesarkiv, si dhe në Bibliotekën Shtetërore të Bavarisë. Faleminderit, kthehemi në studio. Është momenti të falenderojmë sponsorin ton general, institucionin monetar MoneyGram Ak Invest, me sloganin tashmë të njohur, transfero shpejt, gjithmonë më shpejt, kudo dhe kurdo. Ju bashkëdhetar, ju shqiptar të diasporës, po jo vetëm, transferoni parat me MoneyGram Ak Invest, sepse asnjëherë jo vetëm nuk do ndjeni të zgënjur, por do jeni shumë të kënaqur. Faleminderit MoneyGram Ak Invest. Zoti Kasmi, kisha harruar ajo është në mënyrë të përmbledhur. Është jo një CV e plot, po për ata që na ndjekin, ata që nuk e njohin ose e njohin shumë pak, të dinë disa gjëra. Je i kënaqur me punën që ke bërë me veten me këto? Sigurisht që të vjen mirë kur shikon që bëhet një përmbledhje punës bërë, njëherëzi edhe janë momente që mendon që çfarë duhet bërë ende, sepse unë për fat jam ende në moshën e mesme, themi, edhe kam goxha plane për të ardhmen. Punë e cila sigurisht vjen pikëspari në spardhjen, apo të themi në shkrimin në mënyrë shkencore të historisë moderne shqiptare, dhe këtu përkatësisht lufta e dytë vazhdon të mbetet ajo më problematike, dhe përderisa ju e filluat shumë, po them që projekti i radhës është një monografi për kolaboracionizmin në Shqipëri në vitet 39-44, i cili do jetë një trajtim... Jeni vetëm ju autor? Po. Kolaboracionizmi
39-44. 44, po. Ky është objekti punës time në Institutin e Historisë në 3 deri 5 vite. Kjo është e përcaktuar, po është temë që unë e zgjodha, u miratua në Këshilli Shkencor i Institutit. Është në fakt një temë e cila apo një çështje që ne vetëm sapo është ngacmuar pak, por nuk është trajtuar asnjëherë s'pa në aspektin teorik, edhe krahasuar edhe me vendet e tjera europiane. Në momentin që do ta mbarosh, do jesh në studio. Dakord? Tani mos më thuj fare se çfarë do bësh. U bë. Po tani që ke filluar te Instituti i Historisë, si funksionon Instituti i Historisë? Je i kënaqur sepse ti kërkon punë, ti do sigurisht Instituti i Historisë është për një studiues, është sepse Akademia e Shkencave po e them unë, ka humbur një historian. Po e fitoi apo ti brenda aty? Instituti është brenda akademisë. Mirë, po Akademia duhet të kishte aty po nuk po e hap atë, ndoshta në një tjetër mund të bëjmë një emision vetëm për Akademinë e Shkencave, po këtë herë Instituti është për çdo studiues që i kushtohet studimeve, është vend ideal për të punuar në kuptimin e ngarkesës punës, organizimit të punës, edhe të mundësive. Tani edhe ky institucion shtetëror ka të gjithë hallet edhe problemet si çdo institucion shtetëror në Shqipëri, se njësoj jemi, por në kuptimin e trajtimit, por që është një vend shumë i mirë për studiuesit. Okej, pyetja e parë, sepse gjithë ato pikpyetjet ne kështu do ta bëjmë emisionin, nuk do përsërisim intervistat që keni bërë, zoti Kasmi. Po sot emisionin do ta mbështesim mbi bazën e pikpyetjeve që kanë 112 vjet shtet. Do mundohem të jem sa më i përqendruar. E para, proklamatë e pavarësisë. Si u zhduk dhe a do gjendet? Si u zhduk, ne mund të themi që shenjën e fundit të konfirmuar të këtij dokumenti. Nëse është mundur regjia mund ta gjej një proklamatë, se unë thjesht sepse ajo është e njohur, po nëse është mundur një proklamatë pavarësisë të firmosur. Pra ajo që ne dim që është faqur për fundit është në kuadër 25 vjetorit të Iliri Ekonomik që nxjerr. Ajo është një nga kopjet e pash, është një nga kopjet e përgatitur nga Lev Nosi. Pra në kuadër 25 vjetorit pavarësisë, ajo është shumë fishuar dhe është shitur në çdo librari, pra është përndarë në popull në atë kohë. Në këtë kontekst sigurisht një kopje ka shkuar për Fanol, mirë, firmën e tij me Fanol është e njëjta kopje, e cila në kuadër të 100 vjetorit pavarësisë nga Kuvendi i Republikës është shumë fishuar po ashtu në të njëjtin format, edhe unë e kam blerë para disa kohësh në rrugë një kopje të tillë, domethënë nga ato origjinal të 25-s, e riprodhuara të 25-s. Më fal, 25 vjetorit. Mbi të 25 vjetorit. Edhe njerëz se mëzuri makina. Tani ne origjinale nuk e kemi. Nuk e kemi. Të gjithë ata se mos e dini që e kemi proklamatë e pavarësisë. Shqiptar të dashur, proklamata e pavarësisë firmosur nga 40 burra nuk e kemi. Certifikata e lindjes së shtetit shqiptar nuk ka. Do të mungon ky skandali më i madh. Atëherë ti ke atë të Lev Nosit të fotokopiuar? Atë që pra që u prodhua mbi dokument origjinal. Atë e ke? Po. Ku i gjetë? Tani në rrugë. Në rrugë shiten në gjërat që në librat e vjetra që shiten. Ty kërkoj vetëm ku? Sa e bler? Rastës e kam bler 2000 lekë të vjetra. Kjo ka ndodhur para. Ky është lajm mbi lajme, domethënë proklamatë e pavarësisë, historiani Marglen Kasmi ka bler 2000 lekë të vjetra, 200 lekë. 200 lekë. Të reja. Tani, kuptohet që kjo nuk ka ndonjë vlerë historike në kuptimin e një gjëje të rrallë, sepse sikur se thash, u bën me mira kopje. Jo u bën zyrtar. Po kthehemi, padyshim. Por duhet thënë për fat që Lev Nosi në kuadër 25 vjetorit e bëri këtë gjë se sot nuk do kishim as atë. Nuk do kishim as riprodhim. Por pyetja e madhe është çfarë ndodhi me këtë me dokumentin origjinal mbas kësaj kohe. Unë mendoj që ai dokument duke kundërshtuar gjitha teoritë konspirative që e fundit është që Enver Hoxha ja u fal Jugosllavë, që s'ka sens dhe nuk besoj se ka ndodhur. Pse se beson ti këtë? Po për çfarë duhet jo ja falim, jo, mos e thuaj kaq trash. Çfarë do sillte? Pse duhet shkonte në Beograd? Më fal. Çfarë do fitote? Një vapor me materiale ka dalë nga Durrësi dhe është këto ka ndaluar në mua nuk më lejohet të besoj teori konspirative, them edhe Jo, më fal ta them që të na kuptojnë njerëzit. Një vapor nga Durrësi me materiale dhe aty kishte edhe dokumente, ka shkuar në Maltëzi dhe pastaj dokumentet ka përfunduar në Beograd. Pse nuk mund të themi ne që aty ishte edhe proklamata? Tani ka një inventar të këtij vaporit? Jo. Kemi dokument që vërteton këtë gjë? Që vapori po. Përmbajtja. Tani kthehemi te Iku, po jo pra, mund të keqen aty proklamata. Unë mendoj që dalja ose gjetja e dokumentit
origjinal të pavarësisë është shumë e vështirë, nuk po them e pamundur, sepse nëse do ekzistonte në gjithë këto vite, do kishim patur një gjurmë, do kishte dalë. Sot e di mathe i vogël që kjo gjë mungon dhe çdo kush e di. Por unë mendoj, nuk e din gjithë. Unë mendoj që ndoshta ky dokument mund të jetë zhdukur gabimisht në momentin që biblioteka e Lefnosit, sikurse edhe shumë biblioteka të tjera apo materiale të tjera, u mblodhën me njëherë mbas çlirimit dhe gjatë sekuestrimit, po. Në fund janë shtuar dhe emrat që ishin në pjesën e pasme të fletës, të dy fletëshës. Do të thënë, për gjithë ata që nuk e din, parasia e Shqipërisë është firmosur në një dy fletëshë bloku. Dhe ishin 40 firmtarë. Dëshmia e fundit që na vjen mbas viteve 90 për këtë dokument është e profesor Kristos, i cili pretendon që në fillim vitet 60 e ka ditur dhe emrin e personit që ka patur ende këtë dokument, por që nuk e tregoi as emrin dhe nuk e dinte edhe ç'u bë me atë dokument më tej. Pra, ky është fakti i fundit. Ky është fakti i fundit, por që nga ana tjetër kjo përsëri ngrej një pikpyetje, sepse nëse profesor Kristoja do e dinte të paktën emrin duhet të ishte thënë. Pra, ka një lloj mjegullnaje edhe në këtë gjë. Unë mendoj që shanset më të mëdha janë që ky dokument është zhdukur. Nga padia. Na i preve krah. Mendoj që shpresoj shumë të jemi gabuar, por e ke kështu si synim dhe detyrim vetë që ta gjesh. Po patjetër. Kjo është. Do të kur ti kërkon futesh atje nëpër arkiv. Absolutisht, në çdo arkiv të huaj herë e parë, domethënë kur shfleton gjëja që të shkon domethënë sikur të dalë. Pra kjo nuk është vetëm ime, besoj e gjithë studentëve të gazetarisë. Kaluani edhe brezit toni, them unë, studentët të gazetarisë, po edhe historianëve. Gjeni ju proklamantët e pavarësisë. Ajo është patjetër gjërat e rralla, dhe sidomos kur flasim për certifikatën e lindjes së shtetit shqiptar, patjetër që është një zbulim. Por që gjasat mendoj dhe qofsha e gabuar për këtë gjë të pakta, sepse mbas 110 vjetësh normalisht po të ishte diku do kishte dalë. Pse fuqitë e mëdha zgjodhën princ Wilhelm von Wied, një personazh edhe grotesk, se disa ma kundërshtojnë. Jo, absolutisht po. Absolutisht po. Që jam blithe gruaja. Dobësit e Wiedit janë edhe pa informacioni, pa dije e tij për Shqipërinë, janë një ndër arsyet kryesore. Po zgjedhën në një tjetër, në një Gjerman tjetër më? E para përzgjedhja është rastësore, edhe rastësore, dhe mbi të gjitha, pra sikurse e thatë, të gjitha mos kualifikimet apo pamundësitë e tij ishin ato çka i dhan pikat në përzgjedhje. E para Wiedi vinte nga një vend asianës, pra Gjermania nuk kishte as interes dhe nuk duhet keq kuptuar, Wiedi nuk ishte përfaqësues i politikës gjermane. Kush i tha Wied ti? Vjen nga princesha Elizabeth e Rumanisë, që kishte lidhjen me Wiedin, pra lidhje farafisnore, dhe propozimi u pëlqye nga që ishte asianës, ishte protestant. Shteti gjerman as interes në Shqipërisë, Wiedi jo që se dinte ku binte Shqipëria, një person i cili do ishte tërësisht i varur nga fuqitë e mëdha, pra po çoi aty, por që praktikisht i duhej mbështetja e fuqive të mëdha. Menduan se po luani, sikurse thash, dhe me elementin fetar, domethënë që duke mos qenë pjesa asnjë nga tre përkatësive, do kishte një rol më stabilizues. Mirë krishter. Dhe ardhja e tij është, sikurse tham, një përzgjedhje ndër disa kandidatura, rreth 10. Mos e zgjodhën për gruan, për Sofian? Jo, kjo e gruas që është shkruar më pas është nga vlerësimet e këshilltarëve të huaj pranë Wiedit, është që ajo si na del nga burimet historike si një personazh më i fortë. Jo më i fortë, po ajo ishte. Tani parimisht, duke mos dashur të bëjmë shumë humor, tani burr që trim paragrave nuk ka, në kuptimin. Jo, ti fol për vete për atë punë, mos fol për vete. Unë nuk po... Mos fol shumë për fol për vete dhe... Por që ajo e vërteta është që ishte me vendosur, ndërkohë që Wiedi, për shembull, e çuditshme është diçka që si ushtarak me Akademinë e Luftës që kishte marrë dhe pjesë, një nga elementet dobët ishte mosmarrja e vendimeve, edhe ushtarake politike po. Domethënë, Wiedi ishte person i gabuar, në kohën e gabuar, në kontekst. E kalojmë Wiedin se edhe kur flitet për Wiedin s'ka interes fare sot. Wiedi nuk ka interes sepse siç erdhi ashtu iku do ishte kurrë më i mirë. Kush e helmoi Ismail Qemali? Tu hym përsëri në teoritë konspirative të pavërtetuar në pikpamje burimore. Pse ato janë shkencore? Helmimi.
Helmimi është shkencor. Helmimi është shkencor. Ne ta bëni një analizë se atje janë eshtrat e tij. Çështja është bërë. Janë në Vlorë, nuk janë në Itali, se ngatroi se ka një pjesë që ende e thon duhet të kthehen në Shqipëri, por ne duhet themi, do ta shkojmë në këtë kontekst. Ismail Qemali ishte sa miku aq dhe armiku i shumë shteteve të kohës. Do të ti ke bindje që helmuan? Pra, po. Do thënë vdekja e menjëhershme, por mënyra. Jo, mua më vjen që një historian e pranon këtë, se thonë më ç'është kjo. Sigurisht sepse ka që mjafton mënyra se si domethënë. Pra, konteksti kohor 1, e dyta vdekja e shpejtë 2, dhe e treta lajmet që vinë zakonisht në këtë nga burimi i parë me njëherë mbas ndodhjes zakonisht janë të saktë. Është njësoj si me kronikat e ngjarjeve të zeza. Mos ta futu këto kronikat e zeza. Pra, mendoj që ka një dorë të tillë, po ajo është që flitet Helmimi në hotel Brufani. Pikërisht. Por që çështja se kush e bëri, kush kishte interes, tani, ajo e atyre shqiptarëve që ishin te hoteli përballë, hotelit ku jetonte zakonisht në teori po i them goditje të tilla apo zhdukje të këtyre përmasave, patjetër që ka një kombinim, pra është një kombinacion faktorësh dhe edhe njerëzish forcash, por nuk dua të spekuloj më tej sepse unë i besoj dokumentit. Për ta mbyllur po them, Prenk Bip Doda ka një thënie lapidare. I tha Vidit, a don ti, i tha, që Shqipëria të bjerë rehat, qetësi? Po, i tha. Atëherë tha, duhet të vritet, tha, Ismail Qemali, po. Esat Pashtoptani dhe unë, tha. Dhe ndonjë i parëndësishëm si puna ime. Dhe ndonjë i parëndësishëm si puna ime. Prenk Bip Doda ishte zëvendëskryeministër në atë. Dhe pastaj vjen fjalia e Esat Pashës që u drejtohet i thotë, tani është pak kështu, shikoni, thotë, më falni, po do të na zhduki ky maloku, thotë. Të tre u vran. Po. Të tre u vran. Si ka një koincidencë këtu? Të tre u vran. Ismaili Qemali u emu. Esat Pashtoptani e vrau Abdul Rustemi. Prenk Bip Dodën e vrau në prit. E kryen ciklin e tyre, detyrën e tyre, dhe ndërkohë në këtë periudhë Shqipëria merr një tjetër orientim. Pra është si puna e misionit të caktuar për çdo personazh historik të kohës. Por ndryshimi është ky që jemi ende në kohën ku gjërat zgjidhen me të vrarë, me të eliminuar fizikisht. Esat Pasha ditën e ditëlindjes. Ditën e ditëlindjes, Esat Pasha është përsëri një, do në është i qartë, vrasja, pavarësisht retorikave të sotme çfarë dilet. Vrasja e Esat Pashës, ti themi gjërat bazuar mbi burime historike, ishte një ngjarje që u festuar në Shqipëri. Pra dhe kjo ka atë pjesën që sigurisht si mund të festosh për një vrasje, por nuk do ta shikojmë me këndvështrimin e 2024-s, duhet të shikojmë që jemi në një kohë gjërat zgjidheshin edhe shumë shkurt që se më futen në një ç'a diskutime shka këtu. Je dhe i fajshëm Avni Rustemi, autor, je me faj dhe lirosh, unë se kam kuptuar ndonjëherë. Po pikërisht, sepse jo vetëm Shqipëria, po edhe Perëndimi në këtë kohë, pra është gjykatë franceze që nxorr. Po, me parisëm. Në momentin që u vërtetohej që kjo veprimtari dëmton interesin kombëtar. Edhe liruan? Po e liruan, sepse e konsideruan dhe ata veprimin e drejtë. Është, ta shikosh nga sot e pa kuptueshme. Një shoku ju në një libër nuk e shkruan kështu. Tani ka, sikur se thash, por faktet këto janë me mira telegrame që kanë shkuar në. Përse asnjëherë Italia nuk e ka marrë përgjegjësinë e marrëveshjes Titoni Venizelos? Sepse është një marrëveshje e cila pikë së pari ka bazohet mbi shovinizëm, pra mbi zgjerim kufish, në kontekst një apo në kurriz të një populli tjetër, më të dobët, janë politika të cilat kryesisht janë zhvilluar dhe bisedime nën tavolinë, nuk kanë qenë zyrtarisht zëri apo të themi zëri zyrtar i politikës kohës, por tendencat janë të kësaj natyre. Dhe padyshim që si çdo shtet që ka vazhdimsi, shumë shpesh periudha apo ngjarje të caktuara mundohet që mos të. Kur kalon aty te Sheshi Wilson dhe shikon atë burrin me atë kapelen cilindrike, thua në një gjë njerëz se unë shpesh e kthej kokën nga i them faleminderit o njeri që është një vendosje dur, një gjetje e dur që shqiptarët duhet ta kujtojnë. Jo. Gjë pyetjes time. Kur e shikon atë shtatorin e Wilsonit, thua në një gjë, ka thënë një gjë me vete? Unë them këtë gjë që
njerëzit e bëjnë historinë, po pa kontekst të dur historik nuk bëjnë dot asgjë fare. Pra pa mbështetjen e dur. Kështu që është Wilsoni, padyshim, por ka dhe faktorë të tjerë që çuan. Nga ana tjetër, Wilsoni ka meritën sepse mos më thuaj këtë si nort leksionit. Ore ti kur e shikon shtatoren, ç'a ndjen, se unë realisht ndonjëherë se kam mendje. Po kur e shikoj, duket sikur e shikoj në sy. Nuk impresionohem kaq lehtë. Nuk impresionoj, unë impresionoj. Për shkak se merrem me histori, domethënë. Por që e vërteta është që ka padyshim një merit për të ardhmen e Shqipërisë. E kalojmë këtë. Tjetër, Fanoli Harvardiani, si dështoi, pse dështoi dhe pse nuk bëri zgjedhje dhe si nuk bëri reformën agrare? Unë ju dëgjova edhe kur e bët e trajtuat si problem. Tani, pikëparë nga Fanoli nuk mund të priteshin mrekulli në kontekst kohor. Po zgjedhjet nuk ishin mrekulli. Zgjedhjet po përgatiteshin. Por po si mund bëshin për 6 muaj. Tani, Fanoli ka një merit shumë të madhe në historinë moderne shqiptare. Po e përmbledh. Ja, po them për këto 6 muaj, tani mos më dëgjoj. Këto 6 muaj Fanoli dha mesazhin, e para Fanoli ishte i parakohshëm jo për Shqipëri, po për Por edhe sot ta vendosë para Fanolin ishte i parakohshëm. E dyta Fanoli pati një program shumë ambicios që vlerësohet nga gjitha selit diplomatike të kohës. Edhe marrëdhënie diplomatike me Rusin. Çështja e Rusisë sigurisht që është diçka tjetër, por që mbi vlerësohet. Ishte komunist? Mbi vlerësohet. Ishte komunist Fanoli? Nuk e besoj. Nuk e besoj? Nuk e besoj. Po si mbajti fjalim në 10 vjetorin e revolucionit të tetorit? Mos të ngatroj. Si mbajti fjalim në 10 vjetorin e revolucionit sociale liberale? Jo. Me tendencat është jemi në një moment. Zoti Kasmi, në 10 vjetorin e revolucionit bolshevik në 1927, tetor 1927, Noli ka mbajtur fjalim në Moskë. Çfarë synoi Noli të bëjë Shqipëri, të sjellë komunizmin? Apo synoi ndaj quhet revolucion? Noli ishte një komunist. Jemi në një moment shumë të rëndësishëm të përthyerjes së historisë shqiptarëve. Do të thënë nga një mentalitet dhe një prejardhje themi feudale për të kaluar në disa ide dhe koncepte shtetbërje, të cilat ishin parakohshme për gjithë Ballkanin, jo vetëm për Shqipërinë. Kështu që Nolin e vetmja gjë që nuk mund të akuzosh është që nuk pati i program përparimtar dhe që praktikisht me iden e shtetëkrimit të tij Shqipëria do kishte ecur shumë përpara. Revolucioni nuk konsiston në faktin që ishin 5 veta, 10 apo një grupim i armatosur dhe nuk pati shumë gjak, por konsiston revolucion në mendjen e shqiptarëve, ajo çka duhet ndodhte. Prandaj është për mua personazhi padyshim më i lartë që ka nxjerrë ky kom. I mbështet këto figurat historike të majta ti? Jo, nuk ka lidhje. Nuk ka lidhje. Problemi është se më thua të majta ndërkohë që këtu s'ka patur asnjëherë të djathta. Më kalon kur zgjedhja e presidentit Ahmetzogu. Po. U bë mbret, u shpall mbret. Edhe kjo me votim. U cilësua ose vazhdon të cilësohet si e palishme. Ka historianë që kanë këtë teori. Dhe e pa rregullt, do të ishte një shfrytëzim. Pse i njohën fuqitë e mëdha, zoti Kasmi? Sepse ndryshimi i statusit juridik të shtetit shqiptar në vetvete nuk përbëri ndonjë ndryshim sistemi apo rendi. Ma lërë të shpjegoj. Një nga arsyet që shteti gjerman njohë për shembull qeverinë e Nolit, ishte që të njihet më njëherë sepse nuk përbën ndryshim për ne. Ndërkohë që ishte ndryshe situata me Nolin, ndërsa me Zogun ne e dim që prapa shpalljes mbretëri që ndron Italia, kjo është e vërtetuar nga dokumentacioni, me të vetmin arsye tim, madje para se të bëheshin zgjedhjet është një dokument. Kush e njohi parë mbretërinë? Italia, kush ta njefte? Ata që e bën. Mbas Italisë fillojnë të gjithë vendet. Gjermania kur e njoh? Gjermania me njëherë. Po pikërisht pra, nuk u morë në kuptimin e nuk pati një ndryshim. Po jo ndryshim, ishte se nga presidencë, nga republikë presidenciale, se ishte pothuajse republikë të brendshme të parëndësishme dhe Shqipëria ndërkohë kishte humbur rëndësi në sytë e selive europiane diplomatike. Ndaj edhe kur u pushtua, ndaj nuk thuhet që 7 prilli, pavarësisht se është sulm. Ja do ta them pastaj. Por që praktikisht pranoi pse nuk pati ndryshim. Përse mbreti Zog nuk shkoi në Shtëpinë e Bardhë pas ftesës që i bëri Franklin Delano Roosevelt, presidenti më i gjatë në historinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës, 3 mandate. Mendoj që duhet të ketë patur një ndikim italian në këtë mes.
nga njëra anë, dhe e dyta mendoj po ashtu që një arsye mund të qenë dhe koha e gjatë e largimit nga Shqipëria. Dhe kisha frikë se mos i bënin një gjë këtu. Ishte provuar këtu që ne ose i shkarkojmë na kur na vjen nga jashtë ose i përzem kur kthehen nga jashtë. Tani ti më the, më falë se unë kam jemi miq që ke një temë për kolaboracionizmin në luftën e dytë botërore. Pyetja që unë kam përgatitur, sepse po i hedh syt këtu që të jem konkret, është a kanë kryer krime, bile do ta lexoj me syze. Është korrekt fare. Jo. Ore, vetë kam përgatitur këtë se mos kuptoj një gjë. A kanë kryer krime ndaj popullsisë shqiptare, kryeministrat dhe qeveritë e tyre shqiptare gjatë luftës së dytë botërore në pushtimin italian dhe gjerman. Pra, pasoja. Do ne kishim kolaboracionist. Që ç'ke me të. Po a kishte pasoja ky kolaboracionizëm? Në të dyja pushtimet, si gjatë pushtimit italian edhe ati gjerman, institucionet vendasi pra shqiptare merreshin që nga ndjekja e gjithë kundërshtarëve, që në rastin konkret ishin që nga antifashiste dhe në antar të Partisë Komuniste, po themi antifashiste, bëheshin nga shqiptarët. Qemal Stafa është vrarë nga dora shqiptare, jo nga dora italiane. Pash milicia ishin shqiptarët ata që i vranë. Kështu që të dyja qeverit, në të gjithë veprimtarinë e tyre, praktikisht janë përlyer, pra kanë bërë krime të tilla. Pavarësisht mënyrës se si interpretoheshin dhe po ashtu pavarësisht rrethanave që ndodhi Shqipëria. Pra, nuk ka, duhet të thënë dhe kjo, nuk ka si dallim nga të gjitha qeveritë e tjera kolaboracioniste të vendeve tjera europiane si Shqipëria dhe ato. I kanë shërbyer rendit pushtues dhe për hesap dhe llogaritë të tyre kanë bërë edhe gjëra. E bërë librin. E mbarove librin. Kjo është fakt. Jo, e mbarove librin, pa shkruar. Jo, mua më tepër në libër është trajtimi në aspektin teorik dhe praktik se si u shfaqur kjo. Do të bëj pyetje kështu $1 milion tani. Nëse ti do jetoje në 7 prill 1939 deri në, do ishin në moshën e gjyshërve tan, pak a shumë gjyshërit tan, ai brezësh. Po. Ç'do bëj? Unë mendoj nuk e mbaj veten për trim, por mendoj që për patriot dhe vendin time dua. Edhe mendoj që sigurisht duke është vendosur në kohë që nuk ishte e vështirë për asnjë shqiptar të arsimuar aso kohë, madje duhet të thënë që për pjesën e parë ishte më lehtë për të parë se nga duhet qëndroje. Unë mendoj që më e pakta ishte padyshim qëndrimi neutral për mos u ngatruar me ata që më kishin arsimuar. Për mos thënë që tjetra do shkonte drejt. Ti je rradhi që mund ta bëj këtë pyetje. Ti je Deutsche Kultur. Po. Ata i mblodhën gjithë Deutsche Kulturën. Pati në një që u shpëtoi për periudhën e luftës. Jo, gjermanët flas. Kur erdhën këtu. Kryesisht pati në një Deutsche Kultur që shpëtoi? Domethënë që u iku, do të them unë, po, Eqerem Çabej, Alex Buta, gjithë me radhë. Nuk po shpunoj. Eqerem Çabejn e caktuan dhe ministër Arsimi, edhe nuk pranoi. Edhe inxhinieri, Remzi Baçë. Iku partizan, jo gjerman. Patriot. E ke këtë emër, Remzi Baçë, inxhinier që ka studiuar në Austri, në Vjenë. Ka qenë e 10-ra, dhe listat janë shumë të evidentuara, edhe ata. Do të thënë duke thënë që këta kishin një lloj zelli. Duke thënë që Eqerem Çabej, Alex Buda që kishin studiuar në Vjenë. Çdo patriot shqiptar nuk ngatroi studimet, nuk ngatroi kulturën e tij kur ishte formuar me pavarësinë e vendit të rendin pushtues. Pra, çdo njeri prej tyre e kishte mundësinë se tani po kujtohet mua. Eqerem Çabej e kishin emëruar ministër. E emëruan pa qenë fare aty dhe tha jo faleminderit, unë nuk e pranoj këtë. Po në fletore zyrtare ka dalë emri. Po i ka dalë, por që e vërteta është që ai nuk ka pranuar. Nuk e pranoi. Është dokumenti tjetër. Po çfarë pati pasojë? Jo. Po Alex Buda? Absolutisht, jo. Nuk madje po të shikojmë atë komitetin e përkohshëm ekzekutiv shpallur nga gjermanët, aty ke dhe emra atje që po ashtu nuk kanë qenë. Pra u zgjën emri, por që pse? Sepse synoi është në fund është propagandë. Jo, që se do të thrisë situatë këtu të kemi futur në shkollë në Gjermani. Po, çfarë do bëhet? Po, do tani kjo është një pyetje. Tani do thënë s'duam se më ju. Po vetëm kaq, mendoj që vendin do ta kisha dashur njësoj sikurse e dua. Kjo është përgjigja. A janë fajtor të djathtët që Enver Hoxha mori pushtetin? Tani, unë kam probleme pikëspari me termin të djathtë, se mendoj që Shqipëria në këtë periudhë nuk ka patur të djathtë. Mi ta të frashët që ishte? Po çfarë ishte dekalogu, se ke dhe emrin e emisionit, mos është programi djathtë? Po programi majt nuk ishte.
social-demokrat, në kuptimin shkollor. Tani, ka program djathtë që ka reforma agrare në... Ore, Mitata Frashi nuk ishe komunist. Po, se këtu e majta ishte... Jo, s'është ashtu. Po, ata ishin. Të majtët, balli kombëtar shkon drejt social-demokracisë. Nuk ka lidhje me të djathtë në thelb, po ta shikojmë. Ti thua nuk ishe, po Belerët ku shkuan pastaj? Çfarë ishte Ali Këlqyra? Ali Këlqyra, po pse hoqi titullin Bej Ali Këlqyra? Ma ishte modern, nuk ishte... Po pikërisht shkonin drejt kësaj, ndërsa nuk mund të kërkosh të djathtë, se ne mundojmë të bëjmë... Ali Këlqyra mos gaboj ishte i pari që kërkoi e qenë. Po, edhe që ka hequr se ka përdorur. Pra, ideja është kjo, që unë mendoj që ne themi sot të djathtë për opozitën, për nacionalistët. A ishin fajtorë nacionalistët? Nacionalistët, bashkëpunimi tyre i hapur me gjermanët është gabimi më i madh politik që kanë bërë gjatë luftës dhe vetë shkatrimi i tyre i padiskutueshëm. Në këto momente aty në rrjetet sociale do të hidhen komunistë. Në kokë ty. Që ti the nacionalistët bashkëpunuan me okupatorët. E vërtetuar. Kuptoni në Itali aty në rrjetet sociale aty do të hidhen kokë do ta. Foku që t'jem korrekt, është e dokumentuar në mënyrë shumë të qartë në të gjithë dokumentacionin ushtarak të kohës. E gjitha çka flitet sot është e bazuar mbi propagandën e organizuar gjermane. Po tash ndoshta do shikojmë edhe pak më vonë se mënyra se si u hodhën shqiptarët ndaj shqiptarëve është një vepër arti e propagandës gjermane në Shqipëri. Britanikët të djathtët dhe nacionalistët në fund luftës? Britanikët nuk do thosha tradhti, sepse të tradhtosh do thotë nuk kishin dashuri. Paku, simpatisë, po them dashuri. Britanikët ishin shumë të qartë gjatë luftës. Ne mbështesim çdo kënd që lufton kundër nazifashizmit. Po, kjo është vërtet. Ne jemi në alat me popullin e madh sovjetik, dy regjime të kundërta. Dhe mbështetën komunistët. Dhe padyshim, sepse ajo në rend partitës ishte lufta ndaj pushtuesit. Kështu që ajo që ndodh në Shqipëri gjatë luftës nga britanikët është që fillimisht u munduan t'i bindin, që të bëjnë qendres me qëllim që padyshim të jenë një të themi një mundësi pushteti dhe mbas luftës, por në momentin që balli kombëtar kaloi në rrugën e vetazgjesimit nëpërmjet bashkëpunimit, padyshim që dhe të britanikët nuk kishin çfarë. Ke pasur një ballist në FIS përpara 3-4 brezash në atë periudhë? Unë nuk kam patur. Po, Xhaxhai babai tim akuzohej gjithmonë që ka qenë në ballin, për shembull. Pavarësisht se ai si derë tani të jemi qartë. Der partizanësh. Ishte, do të thonë, siç kanë qenë fshata shqiptar, ai kishte derën hapur si për ballin në Gramsh, në Bratil të Gramshit. Bratil. Ku ngushtohet kanjoni i Devollit, ishte dera e madhe në zonë. Me partizanët. E kishte derën të hapur si për partizanët dhe për ballistët i kishte miqë dy krahas ishin shqiptar dy palët. Por që mbas luftës se na hyn tani duket sikur e personalizoj, ka patur gjëra të tilla, por që kanë qenë pa. Jo, ta bëj këtë pyetje për të kuptuar edhe sa se mos duhet jo, nuk ka lidhje. Unë jam i mendimit që se pyetja ishte a gabuan. Unë mendoj që gabimi politik i nacionalistëve shqiptar e lehtësoi ardhjen në pushtet të Nerosh. Ky është lajmi. Gabim nacionalistëve. Absolutisht, sepse qëndrimi i tyre më spaku neutral në zgjedhjet e 45-s i jepte të drejtën të shkonte te kutia e votimit. Pavarësisht se si mund shkonin këto votime, ama që të ishte faktor për të ardhur në pushtet, ky është një vetazgjesim dhe ky është momenti sot. Sot ende flitet sepse ne kemi një problem shumë madh në trajtim të historisë. Ne kemi ndryshuar vetëm polet, krahët dhe kemi o shumë mirë o shumë keq. E thotë Fisheri që për të njohur shqiptarët e viteve 2000 një atë luftës botërore. Padyshim, kështu që Zoti Kasmi, pse SBA-ja dhe Britania na lan të ishin pjesë e komunizmit, e bllokut komunist? Ashtu sikur se ka ndodhur historikisht në historinë shqiptare, të paktën nga 12-ta e pas, që edhe si vendet e tjera të vogla për vërtetës duhet thënë, ne ishim ndarje, pra fati i Shqipërisë do të përsaktoj në tavolinat e mëdha, duke filluar nga viti 12 pra 13, dhe kështu do të vazhdonte. Dhe në thelb po të shikojmë, se ne flasim shumë sot, po të shikojmë në vija të përgjithshme, mbas luftë botërore ngeli ndarja e 12-13-s, paktën për Ballkanin, me disa ndryshime të vogla sigurisht në vendet e mëdha. Por që praktikisht Shqipëria nuk pati ndryshime dhe që fat i asaj qendrese antifashiste dhe luftë e organizuar që nuk u vë ndryshim as vendimi i 12-s, 13-s. A ka ndonjë gjë që ne nuk duhet t'ia mohojmë komunizmit?
Pa dyshim që ka gjëra, ne ende mbas 34 vjetësh që ky regjim është ndryshuar, jemi të fokusuar vetëm në një dimension të studimit të kësaj periudhe, te lufta e klasave, te krimet, pra te pjesa më e rëndësishme pa dyshim, sepse flasim për jetë njerëzish, por që në fundit është vetëm një dimension. Ndërkohë që pati të mira? Të mira, tani mirë dhe keq në histori nuk ka, ne vlerësojmë faktet. E vërtet është që vendi u zhvillua, pra duke filluar nga analfabetizmi, nga emancipimi. Dhe ke fjalën të masivizimi, arsimimi dhe i shëndetësisë. Arsimimi, do thënë, këto janë elemente që nuk duhen neglizhuar, çka sigurisht se ne vim përsëri te pyetja ishte i mirë apo i keq, nuk ka. Kjo është një gjë relative dhe kështu do vazhdoj të gjithmonë. Ajo që sa vjet ke jetuar në komunizëm ti? 13 vjet. 13 vjet. Ishe i lumtur ato 13 vjet? Tani lumtur, tani si fëmijë, varet, por që e ditë them me plot gojë që fëmijëria ime s'ka asnjë ngjashmëri me fëmijërinë e fëmijëve të mi, sigurisht që po. Por që çështja është këtu kur te kjo që thash që studimet bëhen në shumë dimensione dhe nuk i përgjigjen pyetjes ishte regjimi mirë apo i keq. E kuptoj se e bukur kjo pyetje, të pyesësh një historian, a ishe i lumtur për ato vite që jetove në komunizëm? Do thënë, unë mendoj që fëmijët në këtë moshë kryesisht kur u plotësojnë nevojat minimale të lumtur janë, kur jetojnë. Është tjetër gjë pastaj. Si nuk u bë asnjë përpjekje për të eliminuar Enver Hoxhën? Nga shqiptarët, lëri. Jo vetëm kaq, po të gjithë ish të dënuarit, pra nga shokët, pra komunistë dënuar nga Enver Hoxha në kalimin e viteve, vazhdonin, pjesa e madhe e tyre vazhdonin përsëri që idhull të kishin Enver Hoxhën. Jo, mua më ka bërë përshtypje, zoti Kasmi, që në ato dosje që unë kam lexuar, përpara togës pushkatimit të dënuar me vdekje, disa funksionarë të lartë të rrojë shokun Enver Hoxha. Sepse sigurisht që Enver Hoxha ishte një jo vetëm një personazh historik shumë i fortë, por po ashtu dhe në mënyrën çka përfaqëson vetë si person. Togës pushkatimit rroi shokun Enver Hoxha, po ti po ikte jeta. Ishin komunistë bindur, mendonin jo, po kjo s'është komunizëm, ky është enverizmi i bindur, por e pa togës pushkatimit me urdhën e Enver Hoxhës. Po jepte jetën, po jepte jetën për çështje. Për Enver Hoxhën, cilët çështje mo? E mendonte çështje. Ore ky ishi budallik më një gomarlik më. Po, është indoktrinim padyshim po. Të rroj shokun Enver, Enveri kishte në urdhë të pushkatoj. Po, sepse po të hysh në atë që ka mendoj, që shiko se bëheshin pastaj këto konkluzionet që po ta kishte ditur dhe ai, sigurisht që është një periudhë e pakuptimshme, e pakuptim nga këndvështrimi sotëm, edhe padyshim e çuditshme, por që në thelb duhet të kuptojmë të gjithë këtë brez që vinte nga lufta, i bindur dhe mendonte që po i bënte mirë vendit. Si ka mundësi, zoti Kasmi, që nuk është pjesë e studimeve, ajo që unë e thash në hyrjet e emisionit, ajo në 1991-92, pra kur po rrëzohej regjimi komunist, që në Beograd ekziston tani dhe është shkruar. Kjo dhe është e konfirmuar. Mua ma ka konfirmuar vetë zoti Berisha, që ishte president në 92-shin, që $20 milion vuri Serbia, pra shërbimi sekret serb, UDB-ja në atë kohë, për destabilizimin e Shqipërisë dhe u shkatruan uzina, fabrika deri, furrat e bukës së fshatit. Si nuk është pjesë e një studimi nga ana juaj? Nga unë personalisht apo nga historia në tërësi? Tani historian, ku themi historianët, juve Instituti i Historisë. Tani cikli i trajtimit historik tani ka ardhur për të vërtetës se ne kemi atë periudhën, themi rreth 30 vjet gjithmonë të trajtimi se çështjet janë politike brenda kësaj periudhe. Ore Skënderbeu 25 vjet luftoi. Po lidhet edhe me diçka tjetër edhe me afatet e hapjes arkivave. Pra, zakonisht ne kemi një periudhë 20-30 vjeçare që lëvizim për arkivet e klasifikuar të cilët janë të mbyllur. Dhe kjo shoqërohet, pra hapja e tyre shoqërohet dhe me fillimin, si thuaç, studimor, e lidhur njërazi dhe me njerëzit që kanë kontribuar, kanë jetuar, kanë vepruar në këtë kohë. Dhe një duke thënë që do të jetë pjesë? Tani ka filluar koha që kjo të jetë, por ka vetëm një problem. Që ju përmendni, do të thënë, përmendi ndikimin e një shteti tjetër dhe sidomos të shërbimeve të fsheta që janë shumë problematik në trajtim, sepse Stalin asnjëherë hapur dhe duhet që kjo gjë të mbështetet mbi arkivat
serbe dhe Serbia ka një politikë shumë konservatore me arkivat. Unë kam kërkuar në arkivat serbe për Esat Pashën, kam shkuar, nuk shkova se s'më ofruan gjë, dhe kur është i klasifikuar ende Esat Pasha... Është i klasifikuar, Po. Po një rrugë në Beograd ka emrin Esat Pashtoptani. Sigurisht për dhe aty u varrezat e ushtarëve serbu. Në Paris. Në Paris, mbasi nuk e troqja familja, dhe kjo duhet thënë. Por që nuk shkova, se nuk isha kuptim të shkoja. Kështu që si mund mendojmë për ta mbyllur fjalin që të hapen për çështje kaq të rëndësishme të hapi Serbia arkivat. 3 rrugë në Beograd mbajnë emra shqiptare. 1. Esat Pashtoptani, 2. Koçizoze, dhe 3 ishte Kemal Stafa. Si komunist internacional. Këtu të pëlqeu kjo. Jo, mua nuk më, do thënë, mund vjen dhe emra tjerë, nuk ka asnjë lidhje. Esat Pashtoptani është akoma. Koçizoze është akoma. Rruga e Koçizoze. Tani, unë mund të buzëqesh pa kur thua, sepse nuk di lidhjen e Kemal Stafës me... Jo, ishe si komunist internacionalist. Kështu ishte ideja. Por dërsa Mesat Pashën e kuptoj tërësisht. Po me Koçizoze? Dhe atë e kuptoj. Tani do të kemi parasysh që jo, nuk flas kur me tradhtar, nuk më lejohet të flas me terma tradhtar, por historikisht është e provuar. I ka shërbyer. Koçizoze ishte tërësisht në shërbim të jo vetëm të themi të drejtuesve jugoslav të kohës, por po ashtu dhe për krah si shndrimit të Shqipërisë në Republikën e Shtatë Jugoslave. Për këtë gjë, dokumentet të rëndësishme janë në arkivin e Prishtinës. Të dhëna që në vitin... Po e në veri qa bëndë, në veri apo urdhon si urdhon? Nuk përgjigjetohet kaq lehtë, sepse unë nuk besoj që ka drejtues shteti, përfshirë edhe Enver Hoxhën, që do e pranonte lehtë këtë gjë të kalonte në varësi një shteti tjetër. Pra është një periudhë shumë delikate. Tani më qoftë se larg qoftë kjo do ndodhte, Kosova do ishe në Republikën e Shqipërisë, si ishte plan? Jo si ishte plan. Kosova do rrinte atje ku ishte, pjesë e Serbisë, po sigurisht. Kjo nuk bëjë për nder shqiptarëve, për një shqiptarëve. Kemi dokumentat që duhet na... Kjo është harta. Na shpjego pak luftës dytë botërore? Tani ndoshta duhet filluar pak... Se unë i ka vënë me data. Kjo është i teti, pra gushti 24. Tani, cila ishte qëllimi i vendosjes këtyre artave? Këtu kemi një art ku jepen forcat shqiptare. Pra, me të kuqe janë partizanët, me jeshile janë forcat nacionale. Këtu jemi në gusht të 24-ës. Do 11 gusht 24. Do ta filloja me një art të tetorit të 23-shit, në fakt nëse na ndihmon regjia. Po një art tjetër, lutem regjia? I kemi vendosur si pas renditjes. Ndoshta mund të kem gabuar dhe unë, por që pra këtu shikojmë që e kuqja dominon në Shqipëri. Do partizanët tu. Jemi në fund të luftës, pothuajse. Gjermanët janë me jeshile? 11/8/1944 është një hartë e cila shoqëron veprimtarinë e forcave e luftimeve në Shqipëri. Po. Dhe shikojmë kemi emra. Këtu jemi përsëri në 44, që pak a shumë është e një periudhë tjetër, është 2 muaj më herët, po, këtu jemi përsëri në 24, jemi në operacion e qershorit, po, 12 periudha e qershorit, po, kjo është ajo që është e para. Tani çfarë është kjo? Këtu jemi në dhjetor të 43-shit dhe 12 dhjetor 43. Shikojmë organizimin e forcave nacionaliste, blu janë të gjitha me emra, po, të ballit kombëtar, edhe me numër forcash. Pra, shikojmë në qendër që nga forcat e Cakranit, apo të Qerem Peshkpis, dhe shikojmë që forcat partizane në këtë periudhë jemi në kulmin e operacionit Dimrit, i shikojmë janë të rrudhura, të mpakura. Pse është e rëndësishme kjo hartë? Sepse plani i gjermanëve bashkë me ballin në kohë ishte që të pastrojmë zonat nga forcat partizane dhe balli kombëtar në zonat e pastruara ngre strukturat e veta vendore dhe kujdeset që komunistët, si që ata, mos të rikthehen më në këto zona. Praktikisht, ky është momenti ku balli kombëtar mendoi se tashmë ishte një hap më afër pushtetit. U azjesua kundërshtari politik dhe ne do dalim nga kjo luftë, pra si... Italianët ishin larguar? Italianët po ashtu. Kështu që kjo shpjegon me pak fjalë... Por kush me stanu Janiku aty? Po tani, kjo pasqyron datën 12/12. 23, po pra. Fokusohet mbi disa luftime të saktuara. Po myslen peza aq pak atje? 1 deri 1500 veta. Do thënë 1000 deri 1500 veta forca. Shumë pak. Por është e bazuar mbi bazën e territorit.
pra dhe ka dhe përgjithësime, sigurisht. Por Muslim Pezën, kush e ka bërë këtë? Shqipëria, kjo është e Gjermanëve. E Gjermanëve? Kjo është. Po pse ta marrin të mirëqenieve që se po më bën përshtypje Muslim Pezë atje një rreth të vogël atje dhe Bestan Ujaniku së shfare, ndërkohë del Besim Belishova ose një tjetër e qenë. Më lër ta shpjegoj. Po ai nuk ka qenë aq i parëndësishme ai peshkpia që thotë, ishin ndër kolonat kryesore mbështetëse të Gjermanit. Sa do i rëndësishëm, më i rëndësishëm se Muslim Pezë s'ka qenë ai. Më lër, po jo pra jo, po koncepti është ky, që kjo hartë... Se, më falë që ndërpres, Mehmet Shehu që na e bënti aty, shiko sa e ka bërë, dhe Justin Kapo, pak më tej. Aty është rajoni i gjithë rrethuar ku është vepruar dhe luftuar në këtë kohë. Pra, që ke dyshim kjo Geni? Kjo nuk është as pak e dyshim, sepse është natyra e dokumentacionit më të besueshëm. Kjo hartë është e përkthyer dhe në fjalë, me orë... Po pse duhet i marrim këto të Gjermanëve neve 100% sakta? Po është realitet ushtarake por edhe. Jo. Po jo, po nuk. Unë për veten time nuk e marr 100% po saktë. ndoshta se s'pëlqen, është tjetër punë. Po jo më kërcet. Muslim Peza një rreth të vogël, një besim dhe del këtu e qrem peshkëpia. Sepse zona e veprimit të brigadës Mehmet Shehut ishte më e madhe se zona e Muslim Pezës. Okej, foto tjetër. Tani mos u tensiono, unë bëj debat, unë dua të bëj debat profesional dhe të bëj pyetje që ata që do donin edhe ata që të kundërshtojnë ty t'i bënin. Ata po patjetër ta bëjmë foto tjetër. Por që nga parimisht dokumentacioni i krijuar për punë. Ja pra, erdhën partizanët tani. Jemi ta tregojnë ata qefin. 4-44, pra fillon. Po pra, këtu tani ta tregojnë partizanët qefin. Është puna për të kuqe? Të kuqe. Kjo gjithmonë të kuqe kuqet po. Nuk është kjo, nuk është ndonjë për të mburur shqiptarët që patën këto probleme në këtë kohë. Por për të mburur është drejtimi i dur që u mbajt ndaj antifashizmit, pra që u luftua për krah aleancës. Tani, ky dokumentacion, sepse është e rëndësishme, ta shpjegoj deri në fund. Po? Është nga ditaret luftarake të forcave gjermane, ku janë të regjistruara dhe me orë madje zhvillimit dhe me rajone me koordinata se ku janë luftuar. Dhe kjo harta është hartat zakonisht flasin në kuptimin, por janë të bazuara mbi një realitet të padiskutuar. Kush është hartuesi i hartave? Kush i vizatonte? Komanda pra shtabet gjermane. Jo, kishte një ekspert veçantë? Jo. Tani sigurisht që ekspert. Tani shtabet kryesisht punojnë mbi harta. Por që janë padyshim edhe të hedhur, kjo është pa një simatse, e ka sigurisht një mas shtab që lexon atje, një me aq milion, por në thelb këto mbështesin shkallën, mbështesin përshkrimin me fjalë. Dhe e njëjta gjë është bërë edhe është bërë edhe nga Partia Partizane, edhe studimet tona të historisë shqiptare janë në po e di. Këtu tani? Këtu jemi në 12/7/44, pra në operacionin e qershorit, dhe kjo hartë pasqyron luftimet që janë bërë në zonë e Shqipërisë së mesme kryesisht, pra të gjitha këto shigjetat dhe rrath ka një koncept mbrapa të forcave që kanë vepruar. E rëndësishme këtu është që kemi përsëri forcat partizane me të kuqe dhe forcat jeshile rasti konkret të forcave të ballit kombëtar dhe atyre gjermane. Por shikojmë që është rrudhur. Po, foto tjetër? Ka ndryshuar situata. Elementi i rënoft liria shqiptare. Shqiptar, ushtria gjermane vjen si mik i juaj. Ndër fletpalosja apo themi shpalljet e para në mira copë që u prodhuan sapo gjermanë. E ke origjinale këtë? Po, kjo është origjinale. Ku e ke gjetur? Në Freiburg. Po në dosin e propagandës ushtrisë gjermane. Po si ke marrë origjinalen? E ke fotografuar? Origjinale, jo origjinale. Jo, po se mund të ketë edhe nga ato në rrugë, po. Ka në rrugë ato. Po. Por që kjo është e fotokopjuar, madje po shikosh edhe e kapur me kapset. Por që kjo është kush i shkruante? Këto kompania e propagandës gjermane. Po jo, ky është shqiptari që ka shkruar këtë. Përkthyes. Kishin përkthyes të tyre, edhe përkthyes ushtari gjerman ka patur. Për shembull, njëri për ta ka qenë Hans Droschel, për shembull, piktor që ka jetuar shumë vite në Shqipëri, filloi lufta erdhi ushtar në Shqipëri. O sa bukur. Edhe ne nuk jo, unë thasë mos ishte në Imar Englen Kasmi asaj kohe. Por padyshim që bashkëpunëtori më i ngushtë i kompanisë së propagandës ishte Xhelal Mitrovica. Çe kishte Rexhepi? Nga Mitrovicët nuk e di çfarë afërsie kishte, por që praktikisht Xhelali ishte shefi i propagandës. Po, që çfarë u bë me atë? Ai u largua. Ka vdekur jashtë. As ka qenë i zgjuar. Foto tjetër? Dhe miku më i madh i Rudolf Vogel. Rudolf Vogel ishte, mund të quhet pa hezitim, përfaqësuesi i Goebbelsit në Shqipëri,
për propagandën. Një personazh shumë i njohur politik mbas lufte, deputeti. What does it mean Vogel në gjermanisht? Zog. Zog. Shqiptar, gjermanët kanë ardhur si miqtë e ju. Nga ana jon, ju keni siguruar lirinë e plot dhe pavarësinë shtetënore. Por në këtë vend që kemi ardhur si miq, çdo ditë ushtarët e jon sulmohen nga mbrapa dhe udhët e jona pengohen. Deri tash neve i kemi besuar mikpritjes dhe besës shqiptare, por nuk mundemi të durojmë gjatë sulmet dhe duhet të marrim masa për sigurinë tonë. Do të mundohemi mos me dënuar të pafajshmit nëse është e mundur. Wow! Shqiptar, në rast se ju nderi dhe mikpritja vlen diçka dhe se doni qetësinë, mblidhuni për të luftuar shqetësuesat që po shtojnë emrin që keni si popull kreshtik. Dërgoni njerëz të besueshëm dhe neve mund t'i armatosim e t'u dhënë të gjithë ndihmat e duna që luftojnë kundër turbullojësve. Kjo thirrje është një tregim i fundit i besimit që kemi tek ju. Ndreqni vetë qetësinë dhe rregullat dhe çoni në vend emrin tuaj si popull mikpritës dhe kreshnik. Komandanti i ushtrisë gjermane kush? Komandanti i ushtrisë gjermane është dhe origjinali në gjermanisht, me gjithë shënimet e komandantit. Shiko. Ky është komandanti i divizionit 297 që e kanë nxjerr. Kjo është shpallje që është po ashtu shpërndar dhe ka disa elementë brenda. Shqipja është toskërishte. Tetor 43. Këtu jemi tetor 43-shit dhe po të shikojmë, kemi pjesën e parë ku luajmë me vlerat e shqiptarëve, pjesën e dytë që është thjerrje, kërcënim dhe pjesa e nënvizuar. Ki kujdes se do ta është për fundit thotë. Tu shmjelli i Gjermanit. Këtu hym tani në presionin që gjermanët ushtrojnë dhe lozin në dy dimensione. E para me anglezët, pra ke pak më pas e disa dokumente, dhe e dyta me thjerrin që shiko se duhet për herë fundit ju themi, mos godisni, bashkohuni me ne që t'ja zgjesojmë. Domethënë ky ishte përkëdhelje pjesa e parë dhe kërcënim pjesa e dytë. Shqiptarët ç'a ndodhi me këtë? E vulluan zjarr? Po, e vërteta është që bashkëpunimi i nacionalizmit shqiptar ka ardhur kryesisht nga ky kërcënim? Edhe nga kjo propagandë. Po komunist. Se do shikojmë element. Po komunist. Komunistët janë standard në këtë drejtim. Ajo ke shpjeguar atyre studiosëve gjerman atë shprehjen me millin e Gjermanit nuk bëhet çaka. Se ajo është batut. Nga batut filmi. Jo, një sekond. Nga kinostudia shqiptare një batut filmi, po ajo ka hyrë në fjalorin e vërteta është që gjermanët me një pjesë të mirë të atyre që bashkëpunuan me ta, ku më i rëndësishmi ishte Mehdi Frashëri, u kujdesën në momentin e fundit të luftës. Nëse gruaja e konsullit gjerman u nis në konvoj. Se vdiqën në Itali e nuk vdiqën në Gjermani? Nuk e them dot këtë gjë, por që shpjegimi është ky që Gjermania me diu që më i familiarizuar në Itali, sa ti kishte qenë në momentin e kthimit, pra kishin një pjesë kishte prona. Aja ka shpjeguar atë me mirë e Gjermanit nuk bëhet çka, do një studiusi Gjermania, ka thënë këtë? Korrektësia, por edhe ashpërsia, brutaliteti i gjermanëve njifej. Edhe ky është konteksti, gjë mos u merr me ta se me ta s'ka shaka. Por ka disa pjesë të propagandës gjermane shumë të rëndësishme në këto që u kanë dërguar, ndoshta vazhdojmë. Po. Dhe shikojmë që luajmë në dy dimensione. E para për të armiqësuar shqiptarët ndaj britanikëve, ndaj aleatëve. Thirrje kombit shqiptar, qendresa historike e kombit ton gjatë fazave të ndryshme të luftës. Për mos të është po të shikojmë të gjithë nënshkruesit, pra kjo është shpalla që Bedri Pejani, filmtari i pavarësisë, Dervish Biçaku, Ibrahim Biçaku, kryeministër, Adush Kastrati, Ahmet Dakli, Ismail Sefa, Mihal Zallari, Akile Tasi, Vebi Frashëri, Rifat Tatari, Lef Nosi, mendaj e kanë pushtuar Lef Nosin e shkret. Idajet Lekdushi, Hasan Ceka. Hasan Ceka babai i Eritanit? Po. Por që hyn përsëri, hyn te ata që i futën edhe ngelën. Po prit se t'ia themi publikut se këtu emri Hasan Ceka, babai i Eritan Cekës, një ndër krijuesit, themeluesit e arkeologjisë shqiptare. Po pra, mbas luftës, Asim Abdurrahmani, Raif Maliqi, Xhelal Mitrovica, kjo që the ti, Tem Cara, Ilias Sakrani, Ekrem Telhaj, Menella Bezhani, Xhafer Deva, Filip Lubi. Tani në një listë Hasan Ceka me Xhafer Devën. Këtu është një përzierje e gjithë personazheve historik, pra të njohur të kohës, themi, intelektual të kohës, por ndërta ka padyshim edhe bashkëpunëtor të vërtetë. Ka hershëm të siç është. Po i themi Eritan Cekës, profesorin Eritan Cekës që e ka kod emrin aty. E di profesori, e di edhe vetë tregon mund aftoni një ditë edhe është histori interesante. Po. Pra kjo është shpalla që u bë kur u krijua komiteti ekzekutiv i përkohshëm. Po, foto tjetër?
Shqiptar, për hapës lajme shqetësojnëse dhe profetë rrem, agent të Moskës dhe të Londrës, të grekëve dhe të vagabondëve tuaj, si ndryshon gjua. Po përhapin gënjeshtrat më trashanike me qëllim të t'u gabojnë dhe shkatrojnë. E vërtet ajo është, ushtria gjermane ka ardhur vetëm për të mbrojtur vendin tuaj nga okupimi inglez. Shikon si luhet me propagandën. Nga okupimi anglez. Edhe madje atje çfarë shkruhet Genon se atje është, domethënë, shënimi është kjo thjerrje është hartuar nga general Utz, që ishte komandant i divizionit 100. Nga e kuptoj ti që është Utz W? Utz po shkrimi, Utz është emri. Cila? Nga e kuptoj. Flugblatt Verfass von Herrn General Utz. Është ajo W, Edhe i është dhënë, thot edhe generalit që ka bërë korrigjimin e fundit dhe është 16/9. Pra jemi ende në fillesat e pushtimit. Organizoni dhe filloni luftën për çliruar vendin tuaj nga komunizmi. Që të jemi sakt, me të njëjtin artikulim abuzohet edhe sot realisht me gjuhën e propagandës gjermane. Ndërkohë që diku në materiale tjera ka dhe edhe çlironi Shqipërinë nga komunistët, tani nga shqiptarët do çliroj Shqipëria. Mos luftoni kundër nesh, luftoni kundër, mos përkrahni anglezët. Anglezët do ju shpërbëjnë. Vazhdojmë te tjetra. Mos je i gjermanizuar një çik kështu, të ka zënë çik Gjermania? Jo, un kam fatkeqësinë që si themi i formuar në Gjermani jem shumë i ftohtë dhe shumë i drejtë për drejtë. Edhe kjo interpretohet nga njerëzit kur s'u pëlqen sipas qefit. Po pra, se ti ke studuar sa vite në Gjermani? 8. 8 vite në Gjermani e gjermanizuar. Jo. Foto tjetër e gjermanizuar. Por që propaganda gjermane është e njohur. Edhe shqiptarët. Goebbelsi e bëri. Nuk është fenomen vetëm shqiptar, domethënë se ne mundojmë shumë shpesh që historinë tonë ta shikojmë vetëm si histori fshati, ndërkohë që foto tjetër duhet parë më shumë. Tani, kjo është e rëndësishme sepse veprime ushtarake të bëme me sukses kundra komunistëve, sa po kishte filluar operacioni Dimrit. Edhe bëhet një bilans i të gjithë humbjeve për t'u thënë shikoni se kjo gjë mund të shkojë edhe kështu, pra që ne kemi mundësinë që t'ju u vran 144 komunista, ndër këta 3 anglez, 19 italian. Po. 1633. Kjo është operacioni 505 në zonën e Pezës. Që mos dëgjojmë fjalën Pezë. Ajo është italianëve, por që si ajo? Peza, kjo thënie është e italianëve, por operacioni në Pezë ka filluar në një kohë me zonën e Ballshit, të Ballakasës. 1633 veta u zon rob, plaçka u marrën prej bandave të ushtar italian shumë, sa të kuptojmë. 1633 bëhet fjalë për dhe italian. Po që është shumë interesante kjo. Edhe pastaj mesazhi i kësaj është domethënë që mos mbështesni aleatët, mos na sulmoni, hajde të kthehemi ta zgjesojmë komunistët sepse rreziku ju vjen nga ata. Ndërkohë që po të shikojmë, është një ndërthurje shumë interesante e gjuhës në këtë propagandë, sepse anglezët vjen baras me Bashkimin Sovjetik, vjen baras edhe me komunistët, me Partinë Komuniste, që ata komunistë quhen gjithë partizanët, që nuk është e vërtet. E bukur ajo fraza atje, ju shmangën luftës, ikën me vrap por si lepur. Luftë partizane ishte sigurisht do bënin luftë frontale. Po ikën me vrap por si lepur. Ky është elementi pastaj që këta janë frikatsak, domethënë është propagandë, është Goebbelsi mbrapa. Goebbelsi, ëh? Domethënë jo personalisht, por që gjua e përdor. Ai ishte CEO. Kjo është Churchilli. Ky është shumë e bukur. Ky është dokumenti më i bukur që ti ke shumë të tillë. Po kjo është shumë e bukur. Kjo është tendenca. Do të thënë për ata që po na ndjekin, unë po lexoj Churchilli u flet shqiptar. Churchilli e ka fjalën për Winston Churchill, kryeministin e Britanisë së Madhe, se ka të pastër të qetë ndërgjegjen, pasi kuptoi se nacionalistët shqiptarë e tejpan lodrën e tij të poshtër përmbi Shqipërinë. Prandaj me aeroplanët e vet të cilët në të njëjtën rrugë mbytën mjaft bujë shqiptar nëpër rrugët e Shqipërisë, u hodhi shqiptarëve disa fletusha në të cilët ndërsa të tjera shihet edhe koka e tij e trash. Wow, koka e tij e trash për Churchillin. Po çka ka vallë për të thënë Churchilli katili bujqve shqiptar, përmbi kufit e Shqipërisë do të bisedojë në konferencën e paqes. Përmbi kufit e Shqipërisë, konferencën e paqes. Shqipëria do të caktohet konferencë. Zoti Churchill, tash ja ke qellua e para herë që thuat vërtetën. Do të thënë se përmbi kufit e Shqipërisë ka me u bëm bisedimin të shitjes së të blemit, po ashtu sikur bëhet kur shitet ndonjë lop në tregun e gjërës së gjallë. Ma në fund vuri vul Zoti Churchill mbi atë çka çdo nacionalist shqiptar e nacionalistë tani. Anglia Shqipnin ja shiti serbëve, grekëve dhe italianëve. A është një retorike edhe sot? Antihistorike?
Pra shikojmë që flet Goebbels si ende sot, për fat keq edhe te historia. Ema në fund pranoi publikisht Churchilli atë çka ka dhënë radios së Londrës, oficerit anglez në lidhjes në Shqipëri, majorit Seymour. Po, është një nga 100. Tash për tas ka një gjas që të bëhet ndonjë deklaratë prej anës së qeverisë britanike për mbi të ardhmen e krajinës Kosovës e të krajinave të tjera që janë diskutim. Pra luhen me të gjitha forcat për Kush e ka shkruar këtë? Kjo është e përsëri tani në atë fletën pas është e shnuar, por është përsëri e komandës gjermane, e kompanisë propagandës, që për hir vërtetës këto korrigjoheshin, edhe interesante është që janë rojtur edhe fletët ku janë për korrigjimet nga komandanti, nga e prori gjerman. Do të sipas tyre Churchilli e ka shit Shqipërinë. Është momenti kur fillon operacioni Dimrit dhe duhej që të triqni. Foto tjetër? Pra të hiqej shpresa që me anglez, jo vetëm që nuk do zbarkojnë, por shiko se i keni kundërshtar, do ju vije keqja. Kjo është një plakat, kjo ishte në format shumë të madh, në fakt, po. Edhe interesante është që një nga shqetësimet që shkruajnë gjermanët është që na i qerrin, na i grisin këto njoftimet, sepse populli i hiqte sigurisht, masa me madhe nuk i besonte. Edhe vjen urdhri pastaj që po mirë, në për vitrinat vendoset nga mbrapa xhamit që mos kenë mundësi t'i heqin. Edhe i ngjisin nga mbrapa. Kështu synon Moska mbi Ballkanin e njëkohësisht mbi Shqipërinë. Humbje pavarësisë, lirisë. Shqipja është toske, është një, nuk është gege. Jo, nuk është gege, por që është, për hir të vërtetës është një përzierje, edhe, por që... Po toska. Kryesisht... Foto tjetër? Sepse shpesh përkthysit, pra kur ishin gjerman, varet se ku kishin jetuar, edhe çfarë gjuhë flisnin. Po, kjo çfarë është? Kjo është një, ka një regjistër në arkiv atje të Freiburgut, ku janë regjistruar të gjithë... Në Bundesarkiv gjithmonë, të Freiburgut, po, të arkivit ushtarak, ku janë regjistruar edhe ballistët që mjekoheshin në spitalet gjermane. Atje? Po. Në Shqipëri, këtu. Në Shqipëri. Tani, këtu për shembull, në fund të kësaj liste shikoj që janë së bashku 332 ditë. Pra i llogarisin me ditë qëndrimi në spital dhe këtu po të shikoj për shembull është dhe Isa Manastirliu, ka qenë major Isa Manastirliu, i komandanti batalionit Lushnjës, që ka ndetur nga 2/3. Po Manastirliu janë nga Tirana? Në Lushnjë ka vepruar, zona e Myzeqes ka qenë ku ka vepruar më shumë. 2/3, pra deri në 1/4 ka ndetur i shtruar në spital sepse ka qenë o i plagosur, i smur edhe ka edhe firmën. Do të çfarë dua të them me këtë? Firma është Gishti. Jo, është Isa poshtë. Është poshtë. Ka emra, patate me gishte, janë kështu analfabet. Zenel Hodo. Jo, do t'i lexojnë, jo prit. Ballist Cepo Cerim apo Qerim? Ballist Osman Saraçi, ballist Lame Ramadani, ballist Xhoferi Selim. Dhe ku kanë qenë ku do të thënë komanda e ballit kombëtar, batalioni Novruz Haxhi, Ahmet Lesko Delvin Taxat, ballist kapiten Kraja, Aslan Kraja. Ajo në Shkodër. Xhandar Uga Azir Regjimentit Kosova. Po, Regjimentit Kosova, Azir Salavira. Batalioni Aziz Sharra është Ferik Vreshtazi. Po ky Ferik Vreshtazi, Adem Dushku, Azem Ismaili, Selim Hysni. Balli kombëtar New Tirana, Tirana e Re. Tirana e Re. Sa e bukur. Noj Tirana. Atje ku ishte, domethënë, reparti. Nacionalist Qazim Haka, Zëndër Komando. Kjo është komanda speciale e kapiten Langes, që vepronte, kapiten Lange ka qenë jo vetëm ideatori, por dhe ai person që merret direkt me rekrutimin e nacionalistëve shqiptar për të bashkëpunuar. Po ky Kosaq ka dinë ç'është? Sigur e kam dëgjuar? Se di. Shqipnia shqiptare, komanda e ballit kombëtar. Murat Rapush Murati, nuk e di. Përsëri nga e njëjta komandë. Ado, Zenel Ado? O, Ado... Edhe ky Isa Manastirliu. Po Isa majori, po... Manastirliu, po Isaj. O Gerda çfarë do ketë? Nuk e dim, por që pse është e rëndësishme kjo gjë? Domethënë sigurisht tregon që... Jo, e di pse thash o Gerda, se o Gerda është e majt, ai ka qenë ballist. Mund të ketë... Tani, e rëndësishme është që Gjermani mbani shnim, sepse në fund fare... Po fal, ai emri atje që është Dyshi? Dyshi ku? Do thënë... Ai që shkruhet nuk është emër, është trajtim në lazaret, domethënë në spital. Është për spital. Pra është lloji i shërbimit. Edhe vazhdojnë të gjitha kanë një shërbim. Pra kanë qenë të shtruar. Atje është firma tjetra
Këtu ka shënime, pra po të shikojmë disa aty ku është Fershtormen kanë vdekur, pra kanë ndruar jetë në spital. Ai ka vdekur në spital. Kanë vdekur, po, dhe po të shikojmë. 1, 2, 3. Po të shikojmë, po, 3 janë dhe atje kujtu është fatura. Edhe është firmosur sepse çdo ditë shtrimi në spital kishte një faturë mbrapa. Kishte një faturë. Pra në fundit gjermanët llogarisnin edhe shpenzimet që ishin për këtë punë. Pra, madje ky regjistër mbyllet me llogari edhe sa ka kushtuar një këto patjetër. 1 prill 44. Po. Wow. Një shef, një mjek, domethënë shtabsar, shef dhe komandant kompanie. Domethënë, si kjo përse është e rëndësishme? Po, këtu kalojmë në periudhën pas luftës, sepse ne trajtojmë luftën, por është e lidhur sigurisht. Është e lidhur dhe është shkruar që rreth 220 gjerman kanë qenë, robër gjerman kanë qenë pas lufte. Në fakt tu kemi një dokument, pra është një letër që një ish ushtarak, Walter Enge, i dërgon në kryqit kuq gjerman, ku flet për gjendjen e ushtarëve gjerman në Shqipëri. Dhe thot që, domethënë, rreth 700-800 robër gjerman, domethënë që kanë ngelur në Shqipëri pas çlirimit të Shqipërisë. 800? Ndërkohë që mua më rezulton se ky thot rreth, më rezulton që ka qenë rreth 1000. Dhe prej tyre u readhesuan vetëm 220 diçka e tillë. Pjesa tjetër vdiqën në Shqipëri. Si vdiqën? I vranë kanë fjalën? Jo, ndruan pa bukë, pa gjë. Kushte tilla. Dhe është interesant që kanë qenë 800 gjerman mbas 44-s, nuk ishin këta. Të shpërndar për të shpërndar në për kampe pune, kanë punuar. Pse e themi ne pasaj që kur iku Gjermani i fundit? Gjermani i fundit. Nuk pas ka iku Gjermani i fundit. Madje duhet thënë që nuk është Gjerman, por është Gjermane. Ish sekretarja e generalit SS-Fistum, Elsa Koch, ka ikur në 1955-ën. E fundit është Gjermane. E fundit në 1955? Edhe si i kështë emri? Elsa Koch. Ka qenë sekretarja e generalit Fistum, generalit SS përfaqësuesit Himmlerit në Shqipëri. Kjo ka ndetur, pra i bie 11 vjet në Shqipëri. Po çfarë bëri kjo? Rob, do thonë e burgosur ka qenë. Ai që në burg. Në burg, po që në kampe pune, kryesisht ku punonin, dhe kjo është e fundit, është dosja e plotë. Kjo është e fundit. Pra, po të hyjmë pas çlirimi i Shqipërisë i bie kur ka ikur kjo? Kur ka ikur kjo? Në 55-ën. Jo, si datë muaj. Nuk e ke. Po kjo është Gjermania e fundit. Po ata 800 diqën të gjithë? Ata, për vetë faktin që ria adhesuar vetëm 220 afërsisht, 227, tregon që pjesa tjetër ka vdekur këtu. Po ky shifat që vjen për të parë, zoti i kasës, se kam dëgjuar këtë ndonjëherë. Një pjesë e mirë e tyre ishin të plagosur, kishin plag lufte, kushtet e këqija, ka një tërësi masash, bënin një punë të rëndë, jetonin keq sigurisht. Vetëm në Tiranë? U përqendruan në Tiranë, po. E kanë fjalën që ata vetëm nga ata që ishin në betejën e Tiranës? Dhe nga ata, beteja e Tiranës ka një numër shumë të lartë dezertorësh dhe vetvrasjesh. Po vetvrasja ke thënë, 100 vrarë, 100 vetvrarë. Edhe dezertorësh. Po ku vajtën ata, ku iknin ata? I kapi pala tjetër, i kapën partizanët dhe u përqendruan nga të gjithë Shqipëria ku u kapën, sepse ka dokumente që nga Vlora gjitha me radhë u prunën në Tiranë. Kryesisht, domethënë, mbas 47-s, robërit gjerman dhe të tjerë kanë qenë të përqendruar në Tiranë. Punonin diku këtej në zonën e Kamzës, kishin fushat, domethënë nga punonin. Në Ar. Po në Ar, bënin punë bujqësie, punë ndërtimi, në rindërtim të vendit. Pra kishte nevojë për fuqi, për krah pune. 800. Do ti thua 1000 fare. Sipas burimeve të tjera, përforcuese sipas burimeve të mia, të koordinuara, kanë qenë rreth 1000 robër gjerman të mbetur në Shqipëri. A bënte reagim diplomacia gjermane për këtë readhesuar? Jo, sepse nga në të kohë merrej kryqi kuq me këtë çështje, nuk merrej shteti gjerman. Sepse shteti gjerman ende s'kishte një shtet gjerman, duhet të thënë kjo, sepse kishte ndarë në zona pushtimi Gjermaninë e kështu me radhë, dhe mos harrojmë që vëmendja kryesore ishte në robërit e luftës së Bashkimit Sovjetik. Dhe të lutem më thuaj edhe pak më shumë për këtë Elsa Koch, sepse po më çfarë ishte? Çfarë? Thjesht sekretare dhe kaq? Kjo ishte sekretarja e se ishte sekretari general. E generalit Fistum, pra Fistum ka qenë padyshim të themi oficeri më brutal që ka patur Gjermania në Shqipëri, sigurisht ishte generali i forcës SS, me detyrë kryesore ngritjen e policisë, xhandarmerisë shqiptare dhe organizimin e formacioneve tjera luftarake për krah gjermanëve.
divizioni Skënderbek, për shembull, ka kaluar nëpërmjet Fitstumit, sepse Himmleri, pra Fitstum ishte përfaqësuesi i Himmlerit. Duhet ta kuptojnë si funksiononte pushtimi gjerman, jo vetëm në Shqipëri kudo. Secili, pra Hitleri kishte Neubayerin përfaqësues, Himmleri kishte Fitstum, Göring kishte një Stuttenbauer, përfaqësuesin pra Goebbelsi kishte këtë. Goebbelsi kishte Rudolf Vogelin dhe Rudolf Vogel ka arritur, nuk e di se si, po ta maskoj shumë mirë të kaluarën e tij të luftës, sepse ka qenë përfaqësuesi i Himmlerit në Shqipëri dhe nuk është marrë vetëm me ato që ka shkruar në kujtime që unë shfaqja filma dhe bëja fjalor gjermanisht-shqip. Ka qenë shefi i propagandës së gjermane në Shqipëri. Këto që kalonin në përduart e tij miratoheshin sigurisht nga generali Epror, pra komandues në Tiranë. Kështu që funksiononin të gjitha shtyllat me përfaqësues. Dhe Elsa Koch, për ta mbyllur historinë, është nisur për të evakuuar drejt Gjermanisë me të njëjtën kolonë ku ishin dhe disa gra të tjera të legatës gjermane, një ndër to dhe gruaja e konsullit Martin Schlipp. Kjo kolonë në morin të Kukësit goditet nga forcat partizane të Kadri. Jo, forcat partizane. Forcat nacionaliste. Fadil Hoxhës, jo Kadri Hoxhës. Kosovar. Po, Kosovar. Dhe aty goditet pavarësisht se kolona ishte me të plagosur, ishte me shenjat. Në cilin jemi në tetor të 44-s. Pa mbaruar akoma. Pa mbaruar ende lufta. Mbyllet legata, fillon largimi i personelit privat. Legata që ishte konsuli, po, që ishte te vila e Medifrashët. Konsuli vazhdon punën, gruan e nis bashkë me gratë e tjera të legatës dhe të komandës, sekretare ishin punonjëse civile, për drejt Gjermanisë me këtë kolonën. Kolona ishte plot me të plagosur, me shenjën e kryqit kuq, që normalisht, sipas konventave, nuk duhet të sulmoj. Partizanët Iran, sipas Martin Schlipp, pretendohet që ata e dinin që këtu ishte dhe gruaja e tij, dhe 2 prej tyre 3 grave vriten, 2 kapen gjallë, një nga këto Elsa Koch, ndërsa gruaja e konsullit Schlipp e plagosur rënd në qaf, hidhet në përsa shkurishte dhe buz një lumi atje proj, arrin të rezistoj derisa erdhi kolona gjermane nga Kuksi që i ndihmoi, pra që shpëtoi, e plagosur rënd, dhe këtu shpërthehen konsullit Schlipp. Edhe ka një detaj shumë interesant. Sigurisht sepse edhe thot që si është e mundur që i jepet avion shqiptarëve, i jepet avion familjes Medifrashërit që të lvizi në mënyrë sigurt dhe gruaja ime duhet vijë në rrezik në këtë mënyrë. Mbas kësaj Fitstum në këtë kohë zhvendoset në Kosovë dhe vazhdon punën për riorganizimin e forcave SS-e shqiptare dhe serbe. Dhe kjo është pak për Xhafer Devën shkon shumë keq sepse është ulur në tavolinë bashkë me çetnik serb, me oficerë SS dhe shqiptar tjerë për t'i siguruar gjermanëve treqen. Edhe mundohet të liroj sekretaren e tij. Bën bisedime me Fadil Hoxhën, përcaktohen dhe lista shkëmbimesh. Të lirojmë kaq komunist, domethënë partizan, bën të pamundurën për ta liruar, nuk e dorëzojnë shqiptarët. Nga ana tjetër, kjo ka një më thonjza pak të mirë, sepse Elsa Koch, bashkë me një punonjës tjetër të komandës Fitstumit, na kanë bërë të gjithë historikun e armës e Gestapos në Shqipëri, që unë e kam botuar. Do të thënë, u shfrytëzua dhe për informacion, u shfrytëzua kushin dhe kushin, pra ka dalë në tuesi. Ku përfundoi Elsa pastaj? Po ta shikosh foton në momentin e riadhesimit, pra ishte një vajzë e re 20 e pak vjeç kur erdhi, do thënë, kuriku duket si një 60 vjeçare. Pra tërësisht, nuk e di çka ndodhur. Po, jetoi, nuk e di çka ndodhur, por që u shfrytëzuan, ndaj u mbajtën edhe më gjatë. Ke mbajtur shënime, ke lexuar gjërat e Elsa Koch? Jo, nuk kam parë. Sepse duke qenë sekretare, unë mendoj që ajo është traumatizuar padyshim tejmase dhe nuk besoj se ka lënë gjë mbrapa, se do kishte jo, duke qenë sekretare, them do të ketë pak në dokument. Ajo ka dëshmi shumë të rëndësishme për sa i përket të gjithë atyre që hynin e dilnin te Fitstumi, edhe i përmend me emra të gjithë, kush vinte, kush aktiviteti, pra sepse është marrë në hetuesi pastaj dhe ka deponuar. Ka deponuar aty në Gjermani, ëh? Po. Jo, në Shqipëri. Në Shqipëri njërë? Në hetuesin shqiptare. Mirë, sepse deri në 55-ën. Pra ka treguar edhe një nga arsyet që nuk e lironin, besoj se ka që pikërisht kjo për ta shfrytëzuar, për ta vjellë sa më shumë.
Duhet jemi krenar, tillësh. ne duhet jemi krenar, zotë Kasmi, për atë që kemi bërë luftën e dytë botërore. Unë mendoj që antifashizmi shqiptar dhe përqafimi i antifashizmit si fryma e dur e kohës dhe vlera e kohës, padyshim që përveç aspektit moral, përsa i përket qëndrimit në krahun e dur, thuhet shpesh sot historisë, ishte po ashtu i rëndësishëm edhe për shtetin shqiptar, për rivendosjen e pavarësisë shqiptare. Kështu që gjëja mendoj që ishte gjë e dur. Shumë pak veta e kuptojnë këtë që pavarësia ra. Po, pavarësia ishte i dokumenti i Churchillit. Pavarësia ra, po nuk ishte, pra, të dalim pak jashtë shkufive tanë. Dihet që mbas çdo konflikti botëror ka tavolinat ka restart. Ka restart. Edhe çështja është si do shkojë në këtë restart. Do shkojë si qeveri kolaboracioniste dhe më lejo të them edhe diçka që të gjithë ata që sot i japin ende frym dhe mundohen të konstruktojnë një luftë civile në Shqipëri. Në thelb nuk bëjnë asgjë tjetër me përshëndet të dy gjërave thelbësore. E para që janë qëndrime antihistorike nuk përputhen me realitetin. Tani në këtë konflikt ka gjë, po padyshim, a ke në Ukrainë sot gjëra që ndodhin në ndryshim, po padyshim që po. Jo, mos e krahasoj me Ukrainën, por ne duhet ta themi që kishte luftë civile që ç'kemë. Unë e krahasoj për këtë, nuk është luftë civile. Jo, element të luftës civile kishte që ç'kemë të. Në çdo konflikt ke element sa të duash, që shkele ligje, shkele konventa, përplasje njerëzit, padyshim. Sepse janë ngjarje të rënda, ajo në rushje është e vërtetuar. Tani nuk quhet luftë civile kur gjermanët tani ajo është vrasje mbas betejës, sigurisht që është pranuar që në atë kohë që ka qenë gabim edhe krim, nuk diskutohet. Por nuk ka asnjë rast me gjermanët që mos kenë luftuar për llogarit të ballisët të tyre apo të jenë vrarë për krah tyre. Tani kur vjen me Gjermanin për krah nuk është luftë civile. Por a ka në veri ndonjë element kur filloi në fazën e fundit? Sigurisht që ka. Pra nuk përjashtohet, por natyra e luftës është antifashiste çlirimtare. Unë më shtet të shumë te studiuesit e huaj që ata kështu e kanë përkufizuar. Padyshim. Rezistencë partizane me element të luftës civile. Nuk është e pashmangshme, A ka njerëz që janë vrarë gabimisht. Një nga përkthyesët e komandës gjermane, Pekmezi, ka qenë më iku emri, Petraq mos ka bë. Jo Petraq. Jo. Ka qenë punonte, jepte informacione për partizanët dhe u vra gabimisht pas luftës se e dinin 3 veta atë gjë që ai punonte. Do të thënë, gjëra të tilla në luftë ndodhin. Kur të vijë emri tani. Do të thënë, nuk përjashtohet, nuk është justifikim se ka ndodhur në çdo vend, por që kjo është lufta. Lufta nuk është logjik, është alogjik. Dhe për të dalë te pavarësia, përveç faktit që është antihistorike, thua që shqiptarët luftuan kundër njëri tjetrit dhe kundër pushtuesve, i jepet municion, pra i jepet frym platformave antikombëtare. Cili që pretendimi që qeveria greke ngriti në Paris 46-ën? Bashkëpunim. Jo vetëm bashkëpunim, por luftë civile nuk kanë luftuar, kanë bashkëpunuar, s'kanë luftuar, po. Dhe pra më shumë se sa kaq, dhe ky ishte pretendim që mund ta coptonte Shqipërinë. Po sikur kjo të kishte qenë e vërtetë. Si do kishte shkuar? Si ndaftuan në konferencën e San Franciscos? Është njëta mezi more statusi fuqimike, sepse mos harrojmë një gjë, që Ballkani s'duam ne ishte lënë Titos. Në Jugosllavi janë vrarë 118.000 ushtar gjerman. Nuk janë pak. 118.000 e dokumentuar, në Shqipëri 2.400. Tani nuk krahasohen dot ushtria e Titos jugoslave me peshën që mbajnë në Ballkan. Ata ishin 6 shtete. Fakti që komunikimi do kalonte. Sot janë 7 shtete ata. Nëpërmjet Beogradit, pra ashtu u përcaktua, sigurisht që të bënte si vend i vogël, ishte ndarë që Shqipëria do të rrijë në këtë krah. Shqipëria do kishte hyrë në luftë civile nëse karta do kishin qenë ndryshe, siç ndodhi në Greqi dhe vende tjera. Pra që luftoi e majta, por duhet rinte djathtas, u bë ajo që u bë, edhe u rivendosën balancat. Pra, kishim në e fundit fare, kishim në mundësi mbas luftës së dytë botërore që mund të ishim me perëndimin? Unë mendoj që jo. S'kishim. Mendoj që jo, sepse jo vetëm orientimi i organizimit të luftës, por ndarja që u bë në gjitha në jalë. Pra, në mënyrë të padiskutueshme u bën kështu shkoi gjeopolitika e kohës. Të vegjëlit dënohen, janë dënuar dhe për fat keq do dënohen vazhdimsi. Se lëvizjet janë të mëdha. Ne sot flasim për politikat sigurisë,
kemi organizatat sigurisë ndërkombëtare, pyetja e madhe ngel çfarë do të ndodh kur mos jenë më këto organizata ndërkombëtare. Zoti Kasmi, kam edhe një pyetje e fundit fare kjo. Nga të gjitha studimet që ke bërë, kush është fakti që të ka entuziazmuar shumë dhe e gëzuar që e ke zbuluar? Për sa i përket zbulimeve, tani Fakti, unë kënaqësinë më të madhe e kam ndier në arkivin e luftës pra ushtarak në Gjermani. Jo, çfarë zbulimi? Zbulimi është shkon më tepër në pikpamje të sqarimit të tezës luftës civile. Sepse e mendoj vërtet që je i bindur për. Jam i bindur, sigurisht nuk kam ndonjë. Po mirë, ato varret e ushtarëve gjerman te oborri i kryeministrisë sot. Kanë qenë 3 në Tiranë, ato vazhdojnë të jenë aty. Ato vazhdojnë, mendoj që janë aty. Jo mendoj se ti kisha hartën, po tani a ju ke thënë që të paktën bën sa gërmime aty? Hyn këtej del matan. Jo, ke thënë, ë? Po shtën publikisht. Do aty janë varre të ushtarëve gjerman të vrarë. Sepse kryeministria ka qenë spitali, një nga spitalet edhe kryeministria në atë kohë. Se ishte MKM-sia. Kam listat unë, do të thënë ato janë bërë në Kasel në qendrën e të rëndëve dhe janë të gjithë të rëndë që janë varrosur. Oborri i mbrapëm i kryeministrisë është një varrez. Me sa mund të ketë? Tani se them dot se shifrat nuk janë. Po 100, 200? Po mbi 100 duhet. Mbi 100 ushtarë gjerman të vrarë aty dhe kryeministrat tanë që nga Enver Hoxha e këtej kanë kaluar aty. Për ta mbyllur këtë gjë shpesh e diskutoja me vjerin tim i cili ka banuar aty pranë. Edhe thoshe që ne luanim me top në fushën prapa kryeministrisë, por luanim nga cepi këtej nga u bë kjo qendra e përllogaritjes, sepse në anën tjetër po nuk luaj se kishte gropa. Në fakt janë varret bien edhe që edhe ata e kanë ditur banorët pra të vjetër Tiranës që aty ka qenë varrez. Nuk e marrëm dot neve këtë bisedë, por ishte shumë e këndshme, shumë ritmike. Dhe pasur me fakte uroj që ne të kemi dhënë për publikun, sepse unë nuk kënaqa për veten time, disa përgjigje atyre pikpyetjeve. Përsëri do vazhdojmë një pjesë sikurse shkojmë ne në histori tani, se prap kuqezi jemi në kuptimin e ndarjes, ose bardhëzi, jo kuqezi. Zoti Kasmi, të falenderoj shumë. Faleminderit juve. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni im për sot nga Roland Qafoku. Mirupafshim.